të nderuara deputete, të nderuar deputet, të nderuar pranishëm, në salë jemi të pranishëm 110 deputet, mund të procedojmë me konstituimin e seancës. Të nderuara deputete, të nderuar deputet, deri sot kemi pasur disa tentime, por pa prodhuar rezultate në zgjedhjen e kryesisë dhe konstituimit të kuvendit. Marrë parasysh aktgjykimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2014 për çështjen e zgjedhjes së kryetarit të kuvendit, konkretisht paragrafin 124, ku thuhet se votimi mund të jetë i formës së hapur, i fshet apo çfarëdo forme tjetër, dhe bazuar edhe në rregullorin e punës së kuvendit, e cila në nenin 61 paragrafi 4 e parasheh edhe votimin e fshehtë, me qëllim të hapjes rrugë për bllokimin e procesit, konsideroj që forma e duhur që mund të hap rrugën për konstituimin është votimi në mënyrë të fshehtë me fletvotime fizike. E ftoj administratën që ta bëjnë përgatitjen e nevojshme për realizimin e këtij procesit votimit. Ndërkohë, ftoj përfaqësuesit e partive politike që të propozojnë nga një antar për komisionin përkatës të këtij procesi për zhvillimin e procedurës për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Ju lutem të paraqitni emrat e antarëve të komisionit sipas subjekteve politike në kuvend. Të nderuar kryesues, ne për këtë komision të votimit e caktojmë deputetin e Kuran Murati. Ftoj përfaqësuesin e Partisë Demokratike për Parim Gruda të propozoj një deputet për antar të komisionit. Kryesues, s'po besoj që ki kompetenca me vull namën të grupit parlamentar të PDK-s. Disa çështje. Zoti Kurti thash edhe në takimin më herët, nuk keni drejt në mes të votimit me ndryshu formën e votimit. Prej kur ka kuvend, edhe para shpalljes pavarësisë dhe pas shpalljes pavarësisë, kjo është e pa precedent, nuk ka ndodhur. Sikur të kishit vendosur në fillim, ndoshta do të ishte e pranueshme. Kjo nuk është e pranueshme. Ju ftoj që mos ta thelloni krizën, po të dilni nga kriza, sepse ju takon që ta propozoni dikën që për një me merr vota dhe ju e dini që ka në mesin e juaj të tillë. Andaj, mos e thelloni krizën, zhbllokojeni, sepse nuk meritojnë qytetarët e Kosovës për shkak tekave tuaja me kthy kuvendin cirk. Ju edhe mund ta impononi në mënyrë arbitrare, përmes kryesuesit që po e keq përdorni çdo seancë për çka ndjej keqardhje për te personalisht, nuk keni drejt, as sekretariati s'ka drejt me i ndëgju edhe me ju bind kërkesave të paligjshme ju kushtetuese, por votat që si keni të hapun në mënyrë transparente, që doni me i bon në mënyrë të msheft, apo mendoni që ka ndaj pazar për cilin ju e dini e ne tjerë se dim që është në kutinë e votimit, ju s'keni të drejt. Ju nëse doni me thellu e thelloni tutje. E dini që po krijoni precedent antikushtetues. E dini që në rastin e pamundshëm që e keni edhe me kalu, që kjo ju rrëzohet në ardhmen.
po s'është qëllimi jonë as me kriju rast kushtetues, as po dojmë me çunë gjykatë kushtetuese, mos u friksoni. I nderuari Por deputet, nxjerrën një kandidat që ka duhet ja përkujtoj se debati nuk ka në seancën konstitutive. Ne s'marrim pjesë në një votim të tillë të imponuar, as nuk propozojmë komision, ne do t'ju vëzhgojmë dhe do t'ju shohim e do të bëhemi dëshmitar për shkak të qytetarëve që na kanë votuar në këto ulse të këtij cirku që po doni me bë, por vërtet është fyrje për këtë qytetarë që kanë votuar juve, kjo sjellje dhe kjo çështje edhe kjo tallje me Kuvendin e Republikës. Ftoj përfaqësuesin e Lidhjes Demokratike të Kosovës që ta propozoj një deputet për antar të komisionit. Faleminderit shumë kryesues. Kjo që po bëni është arbitrare, është shkelje kushtetuese, shkelje rregullores, ndryshimi i mënyrës së votimit në proces. Siç u tha dhe më herët, nuk ka ndodhur asnjëherë dhe ne nuk do të bëhemi asnjëherë pjesë e shkeljeve të juaja. Nuk do të bëhemi asnjëherë pjesë e shkeljeve të juaja. Është e vërtetë që rregulloria nuk lejon debat në seancë konstituive, por gjithashtu është e vërtetë se në asnjë pikë të rregullores nuk thuhet që mundesh me ndryshu mënyrën e votimit pasi që ke hyrë në proces. Ne jemi në proces dhe krejt çka lejohet është që të procedojmë me votim. Kaq. Në qoftë se ju do të procedoni, natyrisht që kjo lëndë do të dërgohet në gjykatën kushtetuese. Ju lutem qetësi. Ftoj përfaqësuesin e Srpska Listës që ta propozoj një deputet për antar të komisionit. Poštovani predsjedavajući, uvaženi kolege poslanici, predlog koji je dat nije u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine i samim tim Srpska lista neće dati svog člana za formiranje takve komisije jer je protivno Poslovniku. Hvala. Ftoj përfaqësuesin e Kosova Demokratik. Ftoj përfaqësuesin e AK-s Ardhmërinë e Kosovës, nisma socialdemokrate, konservatorët, intelektualët që ta propozojnë një deputet për antar të komisionit. Faleminderit, kjo që po ndodh këtu vërtet është për keqardhje. Aleanca ka dhënë alternativa dhe ju si keni pranuar ato alternativa, andaj s'do të bëjmë pjesë e cirkut juve. Sa për bujqësqeshjet e juve, veç për au kujtoj, zdravo mimoza. Ftoj përfaqësuesin e Kosova Demokratik Tyrk Partisi që ta propozoj një deputet për antar të komisionit. Faleminderit kryesues, prej Partisë Demokratike Turke të Kosovës e propozoj Fidan Brina Zhëlltë. Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës, IRDK, Elbert Krasniqi. Nova Demokratska Stranka, Emilia Rexhepi. Za Slobodu, Pravdu i Opstanak, Nenad Rashić. Koalicia Vakat, Rasim Demiri. Partia Liberale Egjiptiane
PLE Veton Berisha, Socialdemokratska Unia SDU Duda Balje, Partia e Ashkalinjeve për Integrim Artan Aslani, Jedinstvena Goranska Partia Adem Hoxha dhe Partia Rome e Bashkuar e Kosovës Albert Kinolli. I ftoj deputetët që me ngritje dore t'i votojnë antarët e komisionit të propozuar. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Të nderuara deputete, të nderuar deputet, në votim kanë marrë pjesë për kanë dhënë votën 55 deputet, kundër ka qenë 1, abstenim nuk ka, atëherë detyrohemi që ta ndërpresim seancën, shihemi me 3 maj në orën 10.